Vazhdojmë pyetjen e radhës. Jam besimtare krishterë dhe kam mike muslimane që ndodhet në gjendje shumë të rëndë psikologjike, keni një këshill ose diçka që mund t'i sugjeroni? Tani, s'pa i bëni mirë që kujdeseni për mikën tuaj. Krishti na mëson që të duam këdo, pavarësisht bindjeve, ideve, konsive, racave, feve. Madje Jezusi na mëson që nëse duam të bëjmë vullnetin e Perëndisë dhe drejtsinë e Perëndisë, duhet të duam dhe armiqtë tanë. Dhe duhet lutemi dhe për ata që na përsekutojnë, na përndjekin e kështu me radhë. Unë besoj, dhe ata që besoj që prandaj në Shqipëri ka harmoni fetare. Prandaj fetare që gjitha besimet bashkëtojnë në harmoni, sepse 16 shekuj, që nga shekulli 1 deri në shekullin 16, Shqipëria kanë qenë qytet të krishterë, pra i lirët. Dhe lirët janë në popujt e parë krishterë në botë, pra kur shkapun Injili nga Jeruzalemi, bashkë me Armeninë. Janë krishtat më të vjetra. Në rajonin ka qenë dhe Maqedonia, Akaia, Etiri, Emerat, aty në dhe Iliria ka qenë, si thuash, krishtërimi i hershëm. Dhe nga këto traditat krishtera ne pra është dukur edhe ku kemi strehuar ebrejt, edhe bashkëtesa me muslimanët, me merat e me gjërë. Pra shqiptarët janë popull që bashkëtojnë, sepse kanë krishtërimin si traditë të tyre 16 shekullore, dhe nuk është pak 16 shekull. Pra nëse Osmanët kanë ndëjtur te ne 500 vite, do më thënë, pra sot do të 500 vite me 16 shekull? Jo. Por sa i përket këshillave, pastaj kjo është një shërbesë krishtere. Ta duhet ta kuptojmë që dhe këshilla mund të jetë vetëm nëse mika jote është e hapur ndaj krishtërimit. Po që ti je i hapur ndaj krishtërimit, duhet të njohësh Krishtin dhe ta pranosh për atë që ai është, dhe jo për atë që na mësojnë fetë dhe traditat e tjera. Kështu që këtë mund të ndaja për të, ju sugjeroj të luteni për të, të gjendeni me dashurinë vetëm mohuese që Krishti na mëson të kemi. Pastaj, për të tjerat, unë nuk e shoh si shumë etike që unë të ndërhyj në fenë tjetër. Ai ka besimin e tij, unë patjetër shndroj te besimi dhe besoj që është i vetmi besim, se është i vetmi Perëndim, është Perëndia. Dhe një është ndërmjetësimi midis Perëndisë dhe njeriu dhe është Krishti njeriu në atë. Por nuk mund të vi te besimi tjetër. Por vetëm nëse tjetri më pyet për besimin tim, atëherë mund të ndaj me dashuri dhe me përgjegjësi për besimin tim. Dhe këtë ju sugjeroj dhe juve nëse ju e shikoni këtë si zgjidhje. Kurse për sa i përket psikologëve të tjerë, pastaj nuk e din se nëse tjetri nuk ka raportin e drejtë me Zotin, në shkot që merr me psikologët, sepse nuk ka zgjidhur psikologu problemet shpirtërore.